لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, i tërësënimi i besimtarit në këtë botë dhe i angazhimit të tij me ibadete e me vepra të mira është që të arrijë hyrjen në xhenetin e Allahu xhalla xhelaluhu. Pra ashtu siç kemi thënë se xheneti është mall i Zotit dhe kërkon Allahu xhalla xhelaluhu që na ta blejmë atë mall me veprat tona, me angazhimet dhe me punët tona që i bëjmë. Dhe synon besimtarit ta fitoj jetën e përhershme në xhenetin e Allahu xhalla xhelaluhu, duke arrit kënaqësinë e Allahut në xhenet dhe duke arrit një lumturi të pafund dhe një përjetësi të përhershme. Rrugët të cilat neve na çojnë deri në xhenet përmes veprave të mira janë të shumta. Prej atyre rrugëve që janë shumë të rëndësishme që na shpinë në xhenet janë edhe ndihma që i bëjmë njëri tjetrit, afërsinë që e krijojmë për njëri tjetrin dhe me qenë afër atij që ka brenga dhe atij që ka të lashe në ato momente të sprovave të ndryshme. Ti e fiton xhenetin e Allahut. Ti e fiton ndihmën e Allahut xhalla xhelaluhu. Në realitet, nëse ti ke ndihmu dikujt, e ke ndihmu e veten tënde. Sepse tu i ndihmu ti dikujt, e ke fituar ndihmën e Allahut për veten tënde. E ndihma e Allahut është më madhështore dhe shumë më e madhe se sa ndihmë që ti ja bën dikujt. Duke qenë ti afër dikujt në momentet kur ai ka nevojë për tyje, ti e ke krijuar afërsinë e Allahut tek ti në botën tjetër. Dhe afërsia e Allahut tek ti është më madhështore dhe më nevojshme se sa atë afërsi që ti e ke krijuar për dikën që ka nevojë për ty në këtë dunja. Por derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot: "Kana Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allahu është në ndihmën e robit të tij, përderisa ai është në ndihmën e vllaut të tij. Përderisa ai është në ndihmën e vllaut të tij. Dhe mundësia jote për me ndihmue dikon është në forma të ndryshme. Dikush e ndihmon dikon nga aspekti material. Dikush e ndihmon dikon me ide të ndryshme. Dikush e ndihmon dikon duke ia dhënë çat zanat, çat profesion që e ka fituar për veten. Dikush e ndihmon dikon të ia thonë një fjalë të mirë.
Dikush e ndihmon dikon të ja lirue një breng, një telashe, një problem të i ndalë ndim, të mundu një azhir problemin dhe telashe. Do në ti, gjitha këto i banë për hir të Allahu Gjelle Gjelaluhu, e atër e fiton ndimën e Allahut. Paramendoje vetën tane kur dilsh para Allahu Gjelle Gjelaluhu në ditë kiametit, Allahu ta ka dhënë mundësi me ndimu e dikan të marrë me shembull materialisht. E ke ndimu e dikan me të holla, ju ke gjendë afër kur ai ka pas nevojë. Edhe në ato momente kur ai ju ka ngushtue shumë puna ti ja ke jetue. Edhe i ke dhënë hapësirë edhe më shumë. Paramendoje kur të pyesin Allahu Gjelle Gjelaluhu, robi im, çka bën ti me pasurinë me mallin që ta kam dhënë? Ti kimi u përgjigj o Zot, atë rrezik që ti ma ke zhënue në atë dynja, edhe atë pasuri që ti ma ke dhënë, unë ju kam ndihmu njerëzve. Kam qenë afër atyre që kam pas nevojë, jo vetëm kaq, por kur ju kam ngushtuar puna, unë ja kam letuar edhe më shumë. Ju kam dhënë hapësirë edhe më shumë. E Allahu Gjelle Gjelalu i thot me laçeve, thot te i kalone këtë rob. Do të mos e merrni llogari fare. Mos e pyetni fare. Paramendoni të fanë ndjenje sa e mirë është dhe sa e madhështore është kjo ndjenje. Ose i ke ndihmu dikujt me atë që ti ke pas mundësi, prej fjalëve tua, prej brengave që ja ke largue, prej mësimeve që ja ke dhënë, Allahu Gjelle Gjelalu, kur të pyesin për gjithë ato të mira që ti ka dhënë këtë dynja, çka ke bë me to? Ti kimi thënë o Zot, unë për hir tane i kam bë këta dhe këta dhe këta. Allahu Gjelle Gjelalu do të toleroj tyje në ditë kiametit, edhe do të i kaloj tyje prej shumë situatave dhe prej shumë vështërsive që ti mund dhe secili prej neve do t'i ketë në ditë kiametit. Tamam ajo fjala Allahu Gjelle Gjelalu që ka thonë, innama nut'imukum wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum li wajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Dhe kanë thonë njerëzit e mirë kur kanë ndihmu e dikan, ka thonë na po ju ndihmojmë për hir të Zotit. Por hatër të Zotit po ju ndihmojmë. Dhe nuk kërkojmë prej juve as falënderim, e nuk kërkojmë prej juve as shpërblim. Kjo është kulmi i sinqeritetit dhe kulmi i shpërblimit që do ta marrë besimtari me ndihmë që ka bën këtë dynja, a ditë kur do të dalmi para Allahu Gjelle Gjelalu shpërblimin që do ta marrë. Përveç kësaj të nderuar vëllezër, ka shumë prej veprave të cilat neve na shtin në xhennet. Dhe na ka garantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta shijojmë jetën tonë në xhennet. Të jetojmë me lumturitë e xhennetit dhe me të mirat e xhennetit, duhet që në këtë dynjë i kemi parasysh këto vepra për të cilat ka garantuar Allahu Gjelle Gjelalu xhennetin e tij. Me ta thonë tyje për hatër këtyre veprave që i ke bo. Njëna prej veprave është me qenë besnik në fjalë, me qenë i sinqert në jetën tone. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujdesuni për besnikrin, për sinqeritetin, sepse sinqeriteti ju çon juve në mirësi, mirësia ju çon juve në xhennet. Mirësia ju çon në xhennet, vazhdon robi i Allahut të jetë i sinqert dhe besnik në fjalën e tij derisa të shkruhet tek Allahu Gjelle Gjelalu i sinqert. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 6 gjëra nëse mi garantoni mua, unë ja u garantoj xhennetin. 6 gjëra nëse mi garantoni mua, unë ja u garantoj xhennetin. Ka thënë kur flisni të vërtetën. Kur flisni të vërtetën. Mos e pëso vetën me rajt në asë një situatë. Mos e pëso vetën me thonë të pavërtetën në asë një situatë. Qovë kur je i lira, apo qovë kur je në situata të vështira, përveç atër kur vjen shpreje do dhe jeta njeri, kjo është çështje tjetër. Ka thonë, kur flisni të vërtetën. Kur premtoni, zbatoni premtimin. Kur premtoni, zbatoni premtimin. Kur i merrni dikujna diçka në amanet, kujdesuni për amanetin që e merrni. Ja u garantoj xhennetin. Ka thonë kush e kujdeset e ruan nderin e vet,
ja garantoj xhenetin. Kush e ruan shiqimin e vet nuk shikon në atë që Zoti e ka ndaluar, ja garantoj xhenetin. Thotë dhe kush e ruan dorën e vet, do nuk bën zullom dhe nuk bën padrejtësi me dorën e vet, ja garantoj xhenetin. Kjo është njëna prej rrugëve për me fituar xhenetin e Allahut. Rrugë tjetër është durimi në sprova të ndryshme. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse Allahu xhalla xhelaluhu ja ka përgatit robit vet një shkallë të lartë në xhenet, e ai me punë të veta nuk mund me mrije qatë shkallë në xhenet, Allahu xhalla xhelaluhu e sprovon këtë dunjë. Allahu xhalla xhelaluhu e sprovon në trupin e tij, në madhin e tij, ndoshta në vlat e tij, për me ja mundsue me mri qatë gradë që Allahu xhalla xhelaluhu ja ka përgatit në xhenet, e që ai me veprat e tij të përditshme nuk është të mujtë me marrat gradë. Po ashtu, prej rrugëve që na shpihen në xhenet është edhe kujdesi ndaj bonjagëve, ndaj jetimëve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë unë edhe kujdestari i jetimit në xhenet do të jemi çështu bashkë. Ka ngrit gishtin tregues dhe gishtin e mesëm dhe ka thënë do të jemi në xhenet kështu. Shumë prej neve ndërru vllazën kemi mundësi të i dalmi në ndihmën e jetimit. Shumë prej neve kemi mundësi, ka forma të ndryshme, institucione të ndryshme, që janë listat e atyre fëmijëve që kanë vetë pa prindrit apo pa njërin prej prindërve të tyre, mundesh mi hulumtue. Çka na kushton një shumicë prej neve që një 40 euro ose 50 euro në muaj që ti ndihmojmë një jetimi, edhe ta ledhatojmë atë me këtë ndihmë që ja bojmë, dhe t'ja letojmë, apo do me pas xhenetin, apo do me kanë me pejgamberin në xhenet, sigur këta dy gishta, atëherë do të kujdesemi për ata që kanë nevojë prej jetimëve dhe bonjagëve që nuk kanë kujdestar të tyre apo kanë kujdestar të tyre jashtë prindërve të tyre, mirë po kanë nevojë për ndihmën tonë. Po ashtu prej veprave që rrugëve që na shpihen në xhenet është edhe kur e vizitojmë një të smur, kur e vizitojmë një musliman, një vëlla tanin për hatër të Zotit e viziton. Nuk i ndonjë lidhje me to farefisnore, gjakut e viziton për hatër të Zotit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e viziton një të smur ose një vëlla vete për hatër të Zotit, e thret një thers edhe i thot qofsh i bekuar. Edhe esja jote qoftë e bekuar dhe e ke garantue një vend tani në xhenet. Pastaj ka thonë në hadithin tjetër, kush e viziton një vëlla vete për hir të Zotit, për hir të Zotit, thot vazhdon ose një të smur, vazhdon të jetë në kopshtet e xhenetit përderisa të kthehet nga ajo vizitë. Përderisa të kthehet nga ajo vizitë. Do në punte e mirat shumëta që i bojmë të ndërrolles, gjitha janë në rrugë për me na shpije në xhenet. Me këto që i përmendim nuk kemi për qëllim për kufizimin e këtyre veprave, sepse ato janë më shumë se sa që ne mund t'i përmendim, qoftë do thot leximi i Kur'anit, qoftë do thot falja e namazit, falja e namazeve vullnetare, suneteve që ju rrin gati do thot pas do namazi, gjitha këto janë rrugë për me na shpije në xhenet. Gëzimin që ja jap dikujna, bështetin që ja jap dikujna, sjelljen që e kije me dikan, sjelljen mi, gjitha këto janë rrugë që na shpihen në xhenet, e fitojmë kënaqësinë e Allahut në botën tjetër, e fitojmë xhenetin dhe jetën e përhershme. E lutsmi Allahun xhalla xhelaluhu që të na bëjë prej banorëve të xhenetit, na bëjë prej atyre që kënaqemi me të mirat e Zotit në këtë dunjë, edhe në ahiret. Zoti na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Falna neve, prindërtan dhe gjithë besimtarët, a di kur do të me llogarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.